Si çdo vit, ndryshimi nga ora verore në atë dimërore bëhet të dielën e fundit të tetorit. Duke u nisur nga kjo e diel, data më 26 tetor, në të gjithë Europën ka filluar të funksionojë ora dimërore. Konkretisht, në orën 4 të mëngjesit të së dielës, 26 tetor, akrepat e orës u kthyen një orë prapa, pra në orën 3. Lëvizja e akrepave të orës si fenomen ndodh 2 herë në vit, në javën e fundit të tetorit dhe të dielën e fundit të marsit, kohë kur ora shkon para. Ndërrimi i orës ka si qëllim kursimin e energjisë elektrike dhe shfrytëzimin e dritës së diellit. Telefonat smart e reflektojnë vetë ndryshimin e orës, ndaj kujdes duhet të tregohet me orët mekanike në mënyrë që të mos krijohet kaos me rutinën e ditës së re. Ndryshimi i orës zbatohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, në kuadër të politikës së përbashkët për kursimin e energjisë, megjithëse heqja e saj është në shqyrtim prej vitesh, por pa u marrë deri më tani një vendim përfundimtar. Nga kjo e diel në të gjithë Europën ka filluar të funksionojë ora dimërore. Akrepat e orës u kthyen një orë prapa.